Mirë, fillojmë më gjerësisht, pa humbur kohë shkojmë në raportimin e parë të drejt për drejt me kolegen tonë të politikës Esiona Konomi, pasi do të flasim pikërisht për kërkesën e prokurorisë së posaçme për mbledhjen e Këshillit të Mandateve, ku duhet të theksuar se SPAK kërkon arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, por me sa duket ka zhvillime ashtu siç edhe u parashikuan dhe një ditë më parë, në fakt, nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese, siç raportoi një ditë më parë kolegja Esiona Konomi. Përshëndetje Esiona, kemi sërish shtyrje të Këshillit të Mandateve dhe cila është arsyeja e kësaj shtyrje sot? Me sa duket Partia Socialiste po blen sërish kohë për të dhënë një vendim përfundimtar nëse do të lejojë ose jo të arrestohet zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Sot në mëngjes, pak orë përpara mbledhjes zyrtare të njoftuar për në orën 12, Kuvendi njoftoi se me kërkesë të deputetëve të Partisë Socialiste, mbledhja nuk do të zhvillohet sot, përsa kohë ishte vendosur se datë e tillë për të bërë sot, duke menduar që dje do të kishte dalë me një vendim gjykata kushtetuese. Kryeministri Rama ka thënë se PS-ja do të vendosë për zonjën Balluku pasi për të jetë shprehur më herët gjykata kushtetuese. Seanca u zhvillua të njëjtën, vendimi u parashikua të merrej dje, por gjyqtarët kushtetues u mblodhën fare pak me njëri tjetrin dhe thanë se nuk ishin gati për dhënë një vendim dje dhe kërkuar më shumë kohë duke mos përcaktuar një afat. Dhe menjëherë sot Partia Socialiste që drejton Kuvendin, njoftoi gjithashtu edhe SPAK-un dhe palët e interesuara se sot nuk do të zhvillojë mbledhje derisa gjykata kushtetuese të shprehet për zonjën Balluku, edhe pse këtu është kërkesë për arrestim, ndërkohë që gjykimi në kushtetuese lidhet me kërkesën për ta pezulluar atë nga qeveria, që janë dy gjëra krejt të ndryshme në peshë dhe në formë juridike. Ndërkohë, Esiona, si ka evoluar çështja Balluku që nga momenti që ajo u mor në hetim nga prokuroria e posaçme? Në fakt, zonja Balluku u more pandehur nga SPAK fillimisht në muajin nëntor, në 20 nëntor me vendim gjykatës së posaçme, zonja Balluku u pezullua nga detyra e zëvendës kryeministres dhe ky vendim ishte certifikuar nga gjykata, jo komunikuar qeverisë dhe zonjës Balluku, pasi ajo ishte marrë pandehur për tunelin e Llogaras. Nën akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, pasi SPAK përmes disa provave të kryqëzuara konfirmoi ose dyshoi dhe i tha gjykatës se kishte prova të arsyeshme që zonja Balluku kishte ndikuar për të dhënë tenderin në mënyrë të paracaktuar një kompanie të caktuar. Në këtë mënyrë, zonja Balluku vetë nuk u prononcua, por kryeministri Rama menjëherë foli në emër të saj dhe nisi një betejë kundër SPAK-ut në gjykatën kushtetuese, duke thënë se nuk mundet që SPAK-u apo një gjykatë e caktuar të pezullojë anëtarë të qeverisë. Ndërsa, siç e thash, 20 nëntor ishte marrja e saj e pandehur, pezullimi nga detyra si zëvendës kryeministre. Ndërkohë që në 16 dhjetor, pra më pak se gati 3 javë më pas, SPAK-u erdhi në Kuvend me kërkesën për të arrestuar zonjën Balluku, duke kërkuar që t'i hiqej imuniteti, pasi sipas SPAK-ut kishte prova shtesë se ndërhyrja në tendera nuk ishte bërë vetëm për tunelin e Llogaras, por për 6 tendera për lotet e Unazës së Madhe në Tiranë, si dhe për 3 vepra të tjera infrastrukturore që ishin bërë në Shqipëri, duke thënë se zonja Balluku ndërkohë kishte dhënë prova që dëmtonte hetimin, si dhe kryente më shumë se një herë veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Kështu që pozita e saj u rëndua nga e pezulluar në një person që kërkohet arrestimi i saj. Nga 16 dhjetori e sot që po flasim, Kuvendi i Shqipërisë dhe në rast Partia Socialiste nuk i ka dhënë një përgjigje të prerë SPAK-ut. E lejon apo jo arrestimin e zëvendës kryeministres? Po cilat janë afatet që Kuvendi ka për sa i përket çështjes Balluku? Në fakt, mos themi rregullorja e Kuvendit, që është akti vetëm që rregullon këtë marrëdhënie, është ndërkohë kështë televize, po ka përshtypjen që është kryetari i Kuvendit që kam pritur aktualisht, Niko Peleshi, pasi ka ndërtuar deri vonë, deri në orën 4 të mëngjesit sot në Kuvendin e Shqipërisë, si ka zgjedhur seanca plenare, ai sapo ka ardhur në Godin, ndërkohë që opozitaret në fakt ende nuk kanë një reagim për shtyrjen e mbledhjes, ndoshta edhe ata janë ende në orën e pushimit pas një seance të gjatë. Për të rikthyer tek afatet, ajo që mund të themi është që Kuvendi i Shqipërisë ka një afat 3 mujor. Dhe ky afat 3 mujor ka nisur nga 19 dhjetori, kur ishte mbledhja e parë dhe e vetme e Këshillit të Mandateve për zonjën Balluku.
nga andej në vazhdim, duhet të kalojnë 3 muaj, nëse kalojnë 3 muaj dhe kuvendi nuk ka dhënë një vendim për zonjën Balluku, quhet që kërkesa e SPAK-ut apo prokurorisë në këtë rast është rrëzuar. Kështu që deri tani do duhet të shohim 2 muaj në vazhdim nëse Partia Socialiste do ta zvarrisë mbledhjen e Këshillit të Mandateve, që të kalojë në heshtje, pra të rrëzohet në heshtje pa vot, apo do ta rrëzoj apo pranoj me vot në një moment të mëhershëm. Po 3 mujor është skadenca, po themi, e kërkesës prokurorisë. Nëse kuvendi deri atëherë nuk shprehet, pra i bie të jetë 19 mars, nëse deri atëherë kuvendi nuk shprehet, do të thotë që zonja Balluku do të rrije pa arrestuar, por kjo nuk e pengon as SPAK-un dhe as gjykatën e posaçme, ta vazhdoj ta jetoj, ta dënoj, pasi nga dënimi nuk të mbron dot kuvendi dhe çdo kush i dënohet në dënim formës prerë nuk ka imunitet nga asnjë institucion, pavarësisht çdo posti që ajo mund të ketë. Esiona, ndryshe nga rastet e tjera ku ka pasur le të themi deputet të Partisë Socialiste apo që kanë pasur imunitet, këtë herë diçka ndryshe është lëvizur nga qeveria. Si ka nisur le të themi përplasja e parë mes qeverisë dhe SPAK që kemi arritur deri këtu? Tani, karriera e Partisë Socialiste dhe eksponentet e saj të lartë përballë drejtësisë është e gjatë. Ka nisur me Samir Tahirin, po atëherë drejtësia ishte e vjetër. Ishte rasti i parë dhe i fundit që PS-ja mbrojti nga arrestimi në një farë kohe një deputet dhe një ish-ministër, ndërkohë më mbas çdo zyrtar tjetër parlamentar apo ministër apo ish-ministër i Partisë Socialiste është përballur i vetëm me drejtësinë. Edi Rama ka patur një refren që PS-ja nuk është avokati askujt, kush ka betejë me drejtësinë, ta zgjidh vetë dhe kur ta pastroj figurën e të vit tek ne. Kjo ka ndodhur me një sër eksponentësh, përfshirë Ben Ahmetajn, sigurisht Sali Berishën, se nuk prisnim të ndodhte ndryshe, ndërkohë që me eksponentë të tjerë si Alqi Bllako apo Lefter Koka, apo Jurgis Çurbja, ata janë detyruar nga lidershipi i Partisë Socialiste të dorëzojnë mandatin qysh kur është kuptuar që nga arrestimi nuk shpëtonin dot. Me zonjën Balluku, në fakt, është hera e parë me drejtësinë e re që Partia Socialiste thotë prit se kjo drejtësia e re ndoshta nuk është edhe aq e re dhe aq e balancuar dhe e orientuar mbi provat. Kështu që për zonjën Balluku, betejës Edi Rama i buri fytyrën e vet, qysh kur në muajin nëntor, menjëherë pasi ajo u pezullua nga detyra e zëvendës kryeministres, ai e pa diti SPAK-un dhe gjykatën e posaçme dhe gjykatën kushtetuese, duke i thënë ti nuk e kompetencë të pezullosh një ministër pa marrë me herët leje nga parlamenti. Dhe bashkë me zvarritjen e përgjigjes për të thënë po ose jo arrestimit, gjithashtu kanë vazhduar dhe retoriket që shiko se SPAK-u ka simptoma që ndoshta nuk janë aq të preferuara. Duke i dhënë kohë zonjës Balluku, pavarësisht se duhet të theksojmë që SPAK-u në mënyrë të vazhdueshme, si në gjykatë kushtetuese, sikur ka ardhur në Këshillin e Mandateve, ka përsëritur se zonja Balluku ka helmuar provat, ka intimiduar dëshmitarët, ka penguar marrjen e provave dhe ka rrezik të përsërisë një të vepër penale, pra veprën e shkeljes barazisë të tendra, për sa kohë ajo ende firmos dhe merr vendime në krye drejtësisë. Për shembull, për Këshillin e Mandateve në 19 dhjetor, prokurori i çështjes Ditan Prinçi tha se nga ajo ditë kërkonte maksimumi 5 ditë kohë për zonjën Balluku, se pastaj më shumë liri për të do të ishte më shumë dëm për hetimin. Avokatët e zonjës Balluku kërkuan maksimalisht 3 javë për të mbrojtur, ndërkohë që sot jemi këtu po flasim mbas më shumë se 4 javësh e ende nuk dim se sa do të zgjas dënia e kësaj përgjigje. SPAK-u edhe në gjykatën kushtetuese sërish theksoi se potencialisht zonja Balluku me një pozitë të rënduar penale nga hera e parë e deri tani dhe me karakterin e saj potencialisht është rrezik për hetimin, gjë të cilat nuk kanë rënë në vesh të shurdhër sa i takon Partisë Socialiste, që për zonjën Balluku po bën një diferencë, nuk e dorëzon përpara drejtësisë, siç ka dorëzuar gjithkënd tjetër deri më tani dhe numrat në fakt nuk janë të vegjël për partinë pushtet. Ka pasur një protestë sot përpara kryesisë së kuvendit nga qendresa qytetare, cilat ishin qëndrimet që mbajtur? Në fakt, një grup aktivistë shoqërisë civile të orientuar nga qendresa qytetare, një organizatë shoqërisë civile, edhe sot thirrën një tubim modest në përmbajtjen e numrave për të kundërshtuar edhe kësaj radhe, siç bën në 19 dhjetor, mbrojtjen politike sipas tyre të zonjës Balluku. Ata kërkojnë që çdo njeri i pushtetshëm të përballet me drejtësinë, sa kohë që drejtësia ka për ta dyshime dhe mbrojtjen ligjore duhet ta bëjnë me avokat përpara drejtësisë dhe jo politikisht në institucionet e kuvendit. Ftojnë të ndjekim një pjesë të asaj çfarë ka ndodhur dhe ndoshta pastaj ju keni të tjera pyetje për çfarë ka ndodhur në parlamentet e dje. Po.
mos veprimi për çështjen Balluku forcon bindjen se Shqipëria qeveriset nga pandushkueshmëria dhe jo nga ligji. Kërkojmë në mënyrë të menjëhershme ndërprerjen e këtij procesi fars, mbledhjen urgjente të Këshillit të Mandateve dhe trajtimin e çështjes me transparencë të plotë. Çdo shtyerje tjetër, me afat ose pa afat, është një akt i vetëdijshëm kundër demokracisë dhe kundër vullnetit qytetarëve. Është hera e dytë që protestojmë përballë kuvendit për të kërkuar një gjë të thjeshtë. Kërkojmë që hajdutët institucional, hajdutët qeveritar të mos mbrohen nga mandati i tyre si deputet. Sigurisht që në qoftë se ata janë të pafajshëm, për ne nuk ka asnjë problem, por nuk mundet që mandati të bëhet mburoj për ata qeveritar të korruptuar përballë besimet qytetarëve, përballë presionet qytetarëve që kërkojnë drejtësi, që kërkojnë zbatim të ligjit dhe siç e kemi shkruar, drejtësi deri në fund. Qëndrojmë në krah të institucioneve të drejtësisë, sigurisht si mbështetje, por edhe si kërkesë që procesi i drejtësisë nuk mund të jetë vetëm me faza, nuk mund të jetë vetëm me individ, por duhet të shkojë deri në fund, duke përfshirë të gjithë zyrtarët e lartë të korruptuar për t'i rikthyer edhe një herë më në fund besimin e popullit te drejtësia.